Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga kjo parajs e Shqipërisë. Unë ndodhem në Orikum. Nuk kemi në sezon plazhi. Kemi ardhur për të biseduar me banorët e Orikumit dhe Dukatit. Sepse këta të fundit ka nisur një protest pa afat. Kanë krijuar dhe një kuvend, ose më saktë kanë reaktivizuar kuvendin e vjetër të 2010-s. Sepse, siç e thonë dhe vetë, siç e kanë thënë dhe në media, u grabitet prona në mes ditës. Thonë se janë banor autokton, shekullor, por, sipas tyre, ka interesa shumë të mëdha dhe pas tyre interesave fshihen pretendime dhe qëllime për të marrë pronat e tyre. Unë kam mbledhur disa prej banorëve. Pjesa më e madhe janë punë, përgatiten sepse fundjava ka turist, sepse falë Zotit koha është shumë e mirë. Gjithsesi ne do flasim për hallin e madh që ata kanë. Do na e thonë vetë banorët, ne nuk themi asgjë si emision Fol. Ne flasim për mes zërit të banorëve. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Faleminderit juve që keni ardhur. Edhe kërkoj ndjes që ju kam heq nga puna, por ju kam parë në hall. Ju kam parë në hall edhe si emision ndonim të dëgjonim zërin tuaj një për një problemet që ju keni. Ju thoni që po ju grabitet prona. Është e vërtet? Përshëndetje, njerë faleminderit për që na keni ardhur, sepse jo të gjitha mediat na japin hapësirë televizive, edhe pse shqetësimi jonë është shumë jetik, është shumë thelbësor dhe normalisht gjithë Shqipëria duhet i kishte sytë te nga ne sot, se ne në fakt jemi thjesht një copës e kombit shqiptar që po coptohet sot, po shpopullohet edhe po keq trajtohet nëpërmjet abuzimeve nga më të ndryshmet, po dhe të mirë të koordinuara abuzimet. Po, ju jeni një copës populli që të paktën paraardhësit tuaj kanë kontribuar shumë që të kemi këtë shtet që kemi, apo ja? Absolutisht po. Pra ka nderdhur gjak. Kjo krahin njihet për trimëri. Absolutisht po. Çfarë po ndodh sot? Jo vetëm kjo krahin, po i gjithë rajoni jon, i Labërisë më gjerë, i Mallakastrës, jo vetëm krajina jon. Ne jemi, thash, nuk e mbajmë veten as më lart as më poshtë, jemi një pjesë të gjithës, po për shkak se pasuritë që zotron, asetet që zotron krajina jon janë shumë të mëdha, pra siç e shikoni ky Bregdet që është mbi 60 kilometra më shumë. Fantastik. Bregdet edhe është pothuajse i virgjër, nuk ka ndërtime. Synohet që të grabitet, por nuk është vetëm Bregdeti. Shqetësimet tona janë të shumë fishta dhe këto shqetësime janë të ardhura duken sikur janë të coptuara dhe sikur s'kan lidhje me njëra tjetrën, por në fakt janë të mirë organizuara dhe të paraplanifikuara nga ata që synojnë të krijojnë këto shqetësime për ne. Edhe flasim për gjëra konkrete? Po, për gjëra konkrete. Çfarë realisht po ndodh tek ju? Ne jemi mbledhur në Kuvend Komunitar Krajinor, i cili është një institucion komunitar apo një mbledhje komunitare që jemi mbledhur secili përfaqëson veten e tij dhe shprehim shqetësimet tona. Po vullnetarisht. Po, vullnetarisht dhe jemi të gjithë banorët e krajinës, të gjitha vendbanimeve të krajinës. Krajina jon përfshin Dukat, Tragjas, Radhim, Orikum, me të gjithë pjesët e tjera, lagjet apo vendbanimet e tjera të shpërndara që janë. Sa banor ka kjo zonë? Zona në dokumenta ka rreth 15.000 banor, kuptohet që nuk janë real, sepse kanë ikur jashtë shtetit, kanë ikur në Tiranë, po që i përkasin kësaj zone janë rreth 15.000 banor. 15.000 banor. Aktualisht në zonë nuk kemi bërë ndonjë statistikë të saktë, po duhet të jenë rreth 3-4.000 banor që janë aktualisht që jetojnë këtu. Me pa ndërprerje, pa përditshmëri, ose mund të ikin në Tiranë e vinë për shkakun që janë studentë ose që punojnë tek këtu, po që jetojnë akoma kanë shtëpi këtu. Dhe pjesa tjetër është shumë e interesuar dhe ajo pjesë që nuk gjendet këtu sepse kanë pronat këtu, kanë kujtimet, janë rritur këtu, kanë dashuri për këtë vend, për njerëzit e këtij vendi dhe sot ne gjendemi në një situatë shumë të vështirë. Ky është një problem në radhë parë, është një problem shpopullimi. Neve po na shpopullojnë në mënyrë të organizuar. Si dilni në këtë përfundim? Kemi dalë në këtë përfundim për shkak se ta sqarojmë, duan që të na zaptojnë pronat. Dhe për të zaptuar pronat, para se t'i zaptojnë, duan të prishin ndërtesat njerë në mënyrë që të mos ketë mbrojtje toka, sepse toka kur ka ndërtesë të banorit sipër, nuk është aq e lehtë ta marrësh. Domethënë ai synon ta grabis. Këto lokalet për druri edhe këto do t'i prishin? Të gjitha ka synim t'i shfaros.
të gjitha. Jo vetëm këto, po në Llogora, në Orikum brenda, në Bregdetin e Radhimës. Do me thënë, ne jemi këtu banor, disa prej nesh janë autokton me qindra vite, disa tjerë janë me 70-80 vite, disa dhe këto toka i kemi prej të paktën 33 vjetësh. Dhe ndërtesat i kemi prej 20, 25, 30 vjetë në njerë. Ka dhe në një që i ka prej 10-15 vjetësh, por çfarë rëndësie ka? Pra këto nuk janë toka shtet. Shiko, problemi tokave është, të ta shpjegoj si është problemi tokave. Ju për t'ja sqaruar atyre, jo mua, për t'ja sqaruar njerëzve. Këto toka janë ndarë, tokat që këtu gjendemi në Orikum. Po. Kjo pjesë e tokave këtu komplet është ndarë me ligjin 7051 në përdorim. Në përdorim. Dhe banorët kanë 33 vjetë që i kanë marrë në përdorim. Dhe asnjëherë nuk u lindje drejta për t'i privatizuar, se unë e di që ligji 2020 e rregullonte këtë pjesë. Doli ai ligj, po problemi është që ai ligj nuk u zbatua, sepse këta i kanë dhënë certifikata disa oligarkëve ose disa manjatëve që na dalin me 800 hektar, me nuk e di, me 300 hektar, me 50 hektar, na dalin pronar dhe nuk janë as pak nga krajina jonë. Tani çështja e pronave është kështu. Se duke qenë që unë kam qenë dhe një nga organizatorët e kuvendit të parë të 2010-11 dhe ajo ishte ekskluzive për Dukatin, sot jemi për gjithë krajinën. Ajo që ka për policët në gur, që i vut për para me gur. Jo, ajo që policët edhe mercenarët erdhen që na dhunonin në shtëpitë tona dhe u detyruan të mbronin sepse... Jo, e kuptoj, po ajo që kemi parë ne është që ju i mirni për para. Po, i morëm pasi tentuan ata të na merrnin. Në merrnin përpara, nëse shaka. Tani kjo ka qenë musha e fshatit Dukat e gjitha dhe është ndarë për banorët. Pra për ta qartësuar, kjo është tokë e Dukatit. Po, e fshatit dhe është ndarë për banorët e të gjithë krajinës. Oj, qartë. Dhe Dukati ja ka bërë halal banorëve të krajinës. Nuk del ndonjë të thotë që pse morët ju aty, pse. Domethënë është. Pra pretendime nga fshati Dukat nuk është se ju jeni këtu. Po nuk ka se një pjesë e madhe janë Dukatas vetë. Një pjesë janë Orikumas, nuk ka rëndësi janë banorë të krajinës. E qartë. Të tjerë që thonë pse e morët ju këtu. Këta janë oligark, ish çiftligar të para 44-s, që dalin dhe pretendojnë që janë këtu pronar me 800 e më shumë hektar. Po si është e vërteta? Tani kush e ka? Çështja është këtu, në radhë të parë, unë për shembull që po flas edhe shumë të tjerë nga të gjithë ata që janë këtu, kemi pronat e vjetra në Karaburun, në Llogora, gjithandej. Po themi për shembull fisi im ka 750 hektar të vjetër. Ka fise që kanë 800, 500, 200, 1000, më kupton? Me letra. Me letra të vjetra. Të kohës së Zogut, kohës Turqisë, me të gjitha. Që ju nuk i morët kur me dokumentet. Sekuestrosh nga regjimi Enver Hoxhës e tjera. Tani nuk na i kanë dhënë kur dhe ne sot s'kemi 1 metër katror nga ato, s'kemi vendvari, më kupton, kemi qenë pronar të mëdhenj, s'kemi vendvari. Dhe ai pa na kompensuar, neve vetë kompenson këtu top tana apo ku dëgjon kë tjetër. Nuk e di, Vriona ja dreq me të bira, çfarë janë ata? Ata janë ish çiftligar që nuk kanë pas lidhje fare me krajinën tonë dhe vërtet disa nga ata mund ta kenë marrë proceduralisht në rregull, domethënë si kompensim, por kanë shkelur mbi të drejtën mbi gjakun e banorëve këtu. Sepse këtu dhe si kur të kompensohet, duhet të kompensohet njerë banorëve autokton në radhë parë dhe në radhë të dytë si mund të përzështi një krajin të gjithë. Janë me qindra, me mira familje këtu që kanë marrë pronë, kanë prej 33 vjetësh edhe e kanë ushtruar të drejtin e tyre si pronar, janë kujdesur për këto toka, i kanë mirë mbajtur, i kanë punuar, i kanë mbjell, kanë ngritur jetën këtu dhe ti tani vjen dhe thua ti nuk ekziston, fare si krajin. Do me thënë, kjo është një padrejtësi e jashtëzakonshme. Po ka ndodhur veprim konkret, apo ju e dini përmes personave që ju a kanë thënë? Jo, më e dim, kemi parë certifikatat e pronësisë të këtyre oligarko çiftligarëve, që kanë marrë nga 300 hektare, nga 500 hektare këtu në territoret që me AMTP i kemi ne. Pra ju keni AMTP-n. Po. Ju keni pronat e vjetra të kohës së Zogut, le të themi, apo Turkut. Po. Por pronën de facto me certifikate kanë këta tjerët, që kanë ardhur për kompensim këtu ke ju? Po. Pra i bjet këtë ardhë nga Shqipëria mesme është kompensu këtu në jug? Po. Dhe nuk është kompensuar me pak, është kompensuar ka raste me 500 hektar. Do me thënë janë kthyer. Dhe ju s'dini gjë fare? Kur e mësut ju këtë? Ne kemi mësuar na ka rënë si bombë tani që janë rinovuar certifikatat e pronësisë. Problemi është këtu tani që duan që të marrin këta të zaptojnë këto prona, duan të na prishin neve njerë njësitë ekonomike, njësitë e banimit. Ku do jetojmë ne? Do me thënë kjo krajinë mbahet me këto njësi ekonomike mbahet.
ti në momenti që ja prish dhe i pamundson zhvillimin ekonomik, si do jetojnë këta njerëz, do të largohen të gjithë, i bie të shpopullohet krajina dhe prandaj ne kemi dalë në konkluzionin që këtu nuk është plani vetëm për të grabitur prona, është edhe për të shpopulluar. Marrë vete të bashkisë, dhe duhet nisesh me makinë dhe duhet bësh një fotografinë dhe regjistrim të çdo lloj llozhure, për shembull, po them kot. Ato nuk mund të. Dhe ti çon ku duan, këtu s'mund të. Për shembull, këto janë garde, hekura, susta, ato do një gjitha, do pas duhet ngrit në arë komplet gjitha. Nuk duhet të ketë asgjë të tillë, më mirë të jetë bosh. Duan që të vinë ata dhe të ndërtojnë ato resortet e tyre oligarkike, kështu dhe neve jo vetëm që s'duan të na njohin fare, po s'duan na kenë as në përkëm, se neve po na u prishën këto prona, edhe po na u mor toka, për çfarë do jetojmë më këtu? S'kemi më, domethënë duan të na në kuptimin jo fizik, po në kuptimin si komunitet duan të na shfarosin fare si krajinë, si komunitet krajinor. Ti the që je pronar i madh. Dikur para 44-s. Jo i madh. Jam një nga fiset që ka prona të bollshme, siç janë shumë fiset tjera të zonës. I ke tapite vjetra? Vazhdon t'i kesh? Një pjesë të madhe po. I ke? Po, patjetër. Ke shku një hipotekë me to ndonjëherë? Po si s'kemi shkuar, kemi 20 e ca vjet. Po çfarë thot hipoteka kur i tregon unë jam pronar para 44-s? Të ta them shqip, se unë kam qenë dhe jurist të Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës, kam qenë jurist specialist atje. Supozohet ktheja ti si more do të pronat e tjerëve, absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe më ka thënë drejtori vet atje që ka qenë asaj kohe që më tha mos u lodh kot se për zonën tuaj ti e di që ka urdhër gojarisht. Edhe që në 2009 flas, atëherë kam qenë në 2008-2009. Edhe ne u ngritëm bëm kuvendin edukatit atëherë, në gjurmën e atij kuvendi në shembull atij po bëjmë sot kuvendin krajinor. Dhe e kemi të vërtetuar që zona jon për shkak të aseteve dhe të pasurive të mëdha që përfaqëson, synohet që të asgjësohet komunitetin në kuptimin ekonomik dhe në kuptimin e koezionit komunitar, pra ne nuk mund të jetojmë më këtu. Sa objekteve i ka shkuar IKMT-ja nder? Të gjitha objekteve. Të gjitha? Po, jo me urdhër. As me kështu me intimidime, janë prishur deri tani 2 objekte. Po? Të zonjës të nderuar që është atje dhe të ti vllai ton që është nga zona jon. I kam prishur pa vendime kundër ligjit, domethënë vinë në mënyrë banditeske. Pa letër? Po, pa letër. Pa shkresë që sepse kanë që ne të mos ankohemi dot, mos kemi drejt të mbrohemi. Vemi në përgjykata në prokurorira, na heqin dosjet nga ato fletët nga dosja, nuk na marrin kallëzimet, nuk na i njohin. Na bëjnë lloj-lloj, domethënë siç kemi vajtur te Agjencia e Kthimit të Pronave këtu 20 e ca vjet më parë, edhe 25 vjet e më shumë nuk gjejmë zgjidhje. Dhe dua të them edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Neni 169 i Kodit Civil, një parashkrimin fitues, i cili sipas atij neni, se duke qenë që jam jurist vetë si shkollim, po më takon ta them, si ai nen njeh që kush një person që e posedon një pronë të paluajtshme për mbi 20 vjet, në mënyrë të qëndrueshme, pa konflikte, dhe sillet si pronar, ai bëhet pronar i asaj prone. Tani, ne si banor, si komunitet i kësaj krajine, kemi për këto pronat në përdorim, kemi 33 vjet që i kemi marrë. Kemi dhe fillim prove me shkresë, kemi AMTP. Jemi sjell të gjithë si pronar. Asnjë konflikt s'kemi pasur, asnjë shqetësim. Dhe kemi kaluar periudhën me 13 vjet minimalja, se kur ke shkres 10 vjet është ajo, nuk është 20 vjet. Po. Më kuptoj. Dhe do me thënë kemi një të drejtë legjitime dhe sipas këtij nenit Kodit Civil. Kodi Civil nuk është një paçavure për ta nëpërkëmbur kushdo. Pra është një ligj i shtetit që vjen direkt mbas kushtetutës dhe këta nuk e marrin fare parasysh, nuk e përfillin. Po dhe nga ana e të drejtës natyrore, e të drejtës njerëzore, ne jemi komuniteti i kësaj krajine, jemi vendas këtu. Jetojmë këtu. Ne kemi mbajtur këtë krajinë gjallë sepse do ishte shkretir po të kishim ikur dhe ne si gjithë tjerët. Dhe si mund të marrë një institucion shtetëror apo një segment institucional, se nuk akuzojmë do të gjithë shtetin, se ne shtetin e duam, nuk jemi kundër shtetit, po kundër qarqeve që kanë zaptuar institucionet e shtetit dhe i keq përdorin për interesat e tyre personale jemi, patjetër dhe do përballemi me ta. Si mund të marrë ai të mos marrë parasysh të drejtën tonë si komunitet dhe si banor, edhe të na bëjë neve sikur nuk jeni dhe do vi këtu do kompensoj
3 veta do kompensojnë dhe do zhduken me qindra familje, me mira familje. Duan të zaptojnë në fillim Orikumin, Llogorajin, të marrin ujin e Tragjasit edhe të zaptojnë Bregdetin e Radhimës me qëllim që të hapet Chelsea për të marrë gjithë thesarin e madh. Që është 50 ca kilometra quhet Karaburun deri në Vrale, deri në kufi me Palasën, që është territori i krajinës tonë. Duan të zaptojnë. Çfarë do bëjnë Republikën vete këtu? Çfarë do bëjnë këtu? Po i morën. Jo më duan të bëjnë se gjithë ky territor këtu i bie. Në thonjza kooperativë oligarkike, që të jetë vetëm me oligarkëve, vetëm me çfarë do bëni? Të ashtu quajtur investitor. Ne do zhdukemi. Çfarë do bëjmë ne? Do zhdukemi sipas atyre. Prandaj dhe ne jemi organizuar në kuvend komunitar. Dëgjova që ke thënë në një intervistë që nes na marrin as për punëtor. Është e vërtet se kanë marrë nga Bangladeshi, ku diun. Po, sipas gjasave po, kemi parë këta oligarkët provincial që të mos i zëmë emra, se të mos e ulim nivelin e bisedës, që kanë ndërtuar aty në Bregdetin e Radhimës, s'kan ata punëtorë shqiptar, i kanë marrë nga Uganda, nga Bangladeshi, nga Pakistani. Ne s'jemi racist, nuk kemi gjë kundër atyre, po mendojmë që është e drejta jonë në vendin tonë të gëzojmë ne të parët njerë, pastaj të gëzoj bota. Nuk mendoj që është racizëm kjo apo jo. Dhe në qoftë se këta oligarke dhe këta të ashtu quajtur investitor strategjik që nuk janë asgjë tjetër veç se pushtues, me pak fjalë. Pushtues? Po patjetër pushtues të brendshëm, po. Po mirë, ata nuk janë pushtues vetëm sepse dikush i solli këtu ata. Jo, ata i ka sjell sistemi 35 vjeçar i politikës. Edhe ata duan të na zhdukin edhe. Tani zonat goditen të gjitha, goditet Orikumi, goditet Ducati me Llogorajin. Po Llogaraja pse? Ç'pun kanë Llogara? Ju kanë vajtur tatë IKMT-s dhe edhe ato shtëpitë e Drurit në Llogara dhe ato do prishen? Duan të heqin të gjitha? Ju kanë vajtur dhe i kanë thënë bëuni gati për prishje, po pa urdhër ligjor. Dhe Llogoraja ka dhe një specifik tjetër, se në Llogora 99% e banorëve janë atyre që janë Ducatas dhe janë pronat e tyre të vjetra, qindra vjeçare. Janë për shumë fiset si Dervish Aliajt, apo si Xhebrojt, apo si fiset ndryshme të Ducatit. Edhe këta, do me dhënë pa asnjë lloj ndrojtje, ju kanë vajtur, ju kanë thënë bëuni gati se do ju ngrëm. Do me thënë kështu në gjuhë. Po ju kanë thënë këta ore, po na jepni ndonjë urdhër, jo po urdhër s'ka se. Po çfarë interesi ka? Do bëjnë atje resorte edhe në. Po Llogoraja është aset. Po aset është, po edhe atje kanë synime? Me sa duket po. Sa njësive ju ka shkuar? Jo vetëm atje, edhe në Ducat të vjetër në Sotiran kemi marrë të dhëna që kanë bërë certifikata falso. Sepse ne po përgatisim. Tani Ducat vjetër në fshat vjetër atje lart fare, edhe atje kanë ardhur? Atje ku banorët mendojnë që janë të paprekshëm se thon kush do vi këtu në mal tek unë, ata dhe atje kanë plan të vënë të ngrënë resorte nga 20 nga 30 hektar, që atje janë. Çfarë resorte do bëjmë fshat tjetër, do bëjmë Ducat tjetër? Apo do vjen në emër tjetër? Po Ducati planifikohet që të ekzistojë vetëm në kujtesën e atyre që janë Ducatas, dhe Orikumi po ashtu dhe edhe në Tragjas të vjetër kemi marrë indicje që kanë marrë disa hektar tokë edhe duan të bëjnë dhe atje, domethënë kundër interesit banorëve. Për veç kësaj Tragjasit duan të marrin dhe ujin, që uji Tragjasit është në radhë pari Tragjasit, në radhë dyti Krajinës, sepse është aset madhor. Do përdor një fjalë kryeministri. Edhe radhimën po e përdosin sepse bëjnë selektive, dikujt ja prishin, dikujt nuk ja prishin në varësi të interesave që kanë ata. Për projektin e bulevardit, për atë të Lungomarës. Jo vetëm për atë, edhe kur ngjitesh më lart në territorin e fshatit Radhim, dikujt t'i japin leje, dikujt t'i japin. Pra veprojnë në mënyrë selektive. Në mënyrë ai që është klient politik i tyre e favorizojnë, ai që nuk ju përkulet atyre, nuk ju lëpiet atyre, e denigrojnë dhe e largojnë. Po përdor një shprehje të kryeministrit që unë po zhvilloj vendin, thotë. Unë po sjell turist. Se kërkojnë ndërhyrje serioze dhe tani jemi gati që ta bëjmë ndërhyrjen serioze edhe për Orikumin, edhe për Boshin, edhe për Samilin. Po këtu njerë potenciali është i jashtëzakonshëm. Edhe kjo vi brezetare bashkë me Orikun atje, zona arkeologjike, bashkë me pjesën që shtrihet në anën Ktehit që nuk përdoret bazës, bashkë me çfarë do të sjellë më tutje zhvillimi këtu që duhet parashikuar, është do jetë Edhe krijon një shtrirje të re, edhe shpërndarje më të drejtë, qoftë ekonomisë, qoftë ofertës. Do mbledhë gjithë dynjan, nga Radhima deri këtu do jetë një.
për ne të gjitha qeverit që nga 91-92 kanë pasur të njëjtin qëndrim kundrejt interesave tona madhore komunitare. Pra si janë ndërsi këte ju? Të gjithë kanë qenë në një mendje, që të gjithë. Do me thënë sepse të gjithë nuk na kanë certifikuar pronën, nuk na kanë legalizuar dhe të na njohin ndërtesat që janë të banorëve vendas. Duan të na i prishin, duan të mos na njohin si komunitet. Do me thënë kanë bërë një seri veprim, na kanë pamundsuar jetesën me lloj-lloj poshtërsish, duke na lënë pa infrastrukture, pa drita, pa ujë, pa flas gjatë viteve, gjatë dekadave. Dhe ne i shikojmë si banor, sot ne i shikojmë si një grup ata të gjithë. Për fjalën aktuale të kryeministrit, ai është mendimi i kryeministrit, po unë dua t'i them dhe kryeministrit dhe Ande nga kamera. këtyre të ashtu quajtur opozit që vërtet ju mund të pretendoni që po e zhvilloni këtë vend, po e zhvilloni vendin për kë po e zhvilloni? Për ne si shqiptar dhe si banor të këtij vendi, apo po e zhvilloni për 5 oligarkë dhe për veten tuaj dhe për ata oligarkët e huaj që planifikoni të sillni këtu? Sepse ka shumë rëndësi të madhe, vendi vërtet mund të zhvillohet. Po puna është, a do jemi ne këtu si banor ta shijojmë dhe të përfitojmë nga ky zhvillim, sepse na rezultojnë që jo deri tani. Pra ne kërkojmë që i drejtojmë kryeministrit edhe të gjitha institucioneve shtetërore dhe i themi, ju lutem, merrni parasysh interesat tona dhe mos i nëpërkëmbni interesat tona duke bërë propagandë politike. Na respektoni si komunitet, na përfshini në procese zhvillimore, na njihni pronën, na njihni si banor dhe si komunitet, mos pretendoni që ne nuk ekzistojmë siç po ndodh deri tani. Na i njihni ndërtesat, mos veproni në mënyrë fashiste duke ardhur, do prishet se është pa leje, po nuk më ke dhënë leje, mor zotri, kam 30 vjeç po kërkoj leje. Po pse e ndërtove pa leje? Futet ai partiaku i smur atje dhe komenton, je pa leje zotri, po pa leje jam që kur kam lindur unë. Po tish për lejen e këtyre as për të lindur s'do merrnin leje. Pse e ndërtove? Po do ta ndërtoj, se o do ta ndërtoja, o do futesh në botën e krimit, o do ikja, do emigroja jashtë. S'më ke dhënë leje, ti kam ardhur me 10 euro, kam ardhur çdo vit të kërkoj leje, kam paguar taksat me miliona, do me thënë neve si banor mund të jenë miliona euro që kemi paguar taksa në këto vite, në këto dekada. Si më të më thuash ti mua s'ke leje? Më kupton? Kjo është absurditet. Do me thënë, kjo logjik fashiste duhet mbaroj. Ose për ndryshe ne si komunitet jemi detyruar të përballemi pastaj. Nuk është e drejta jonë dhe ne si banor kemi të drejtën tonë natyrore, nga Zoti, nga natyra, nga njerëzillëku që të jetojmë këtu në zonën tonë, të na njihen këto ndërtesat që kemi bërë, të na legalizojnë, na certifikohen, të na jepet prona dhe nëse do të vi pushtetari oligarku, nuk i themi ne mos hajde, se ai ndoshta mund të bëjë gjëra më të bukura se ne, po i themi na përfshi dhe neve në procesin e zhvillimit. Ai tek ju se ka trokë dikush. Jo, absolutisht nuk tani kanë ardhur ndonjë tek tuk, po ato janë tentativa për të përçarë, duke i marrë me të mira njerëzit, që ty të bëjmë gjithë se ty do t'japim, ty s't'japim, ne duam të vinë para trupës komunitare, të gjithë. Para nuk duam fare të bisedojnë ja siç jemi ulur këtu që ne jemi një përfaqësi shumë e vogël e kuvendit komunitar. E kuptoj. Kuvendi është shumë i madh. Do me thënë për aq sa është krajina jon. E qartë. Kur të vi puna për dalë në rrugë, do dalin me qindra djem në rrugë. Ta kem parasysh ta që do ndodh kur të vi puna? Po do ndodhin që do mbrojnë veten sipas drejtës natyrore. Siç vjen, si çdo pushtues që vjen me armë nuk dalim ne kundër. S'bëjmë luftë armatosur, po deri tek protesta e fortë do shkoj. Do me thënë të mos keni iluzione. Do ta mbrojmë, si në 2010. Shiko, po jemi të detyruar sepse s'na ka ngelur me gjë. Ai po na nxjerr në rrugë, unë për shembull kam 5 fëmijë aktualisht dhe jetoj këtu ku kam biznesin, kam dhe banesën, nuk kam banesë tjetër. Fëmijët e mi janë më i vogli 2 vjeç, më i madhi 9 vjeç. Ku do të çojë këta fëmijë? U prish kjo ti del në rrugë? Në rrugë të madhe. S'ka rëndësi çfarë fitimesh kam unë, çfarë fitimesh kam pasur, janë tjera punë ato. Nga biznesi që kam bërë, kam paguar taksat në shtet, si kam njeriu, se shqiptarët kanë një problem të vogël të idealit komunist. Del dhe ai e shfrytëzon, është biznes ai. Po pse çat ka bërë biznesi ty? Biznesi po të punson gjithë njerëzit. Çat ka bërë biznesi? Pse e trajton biznesin e mesëm edhe të vogël si kriminal? Çfarë është ky mentalitet i tipit enverist? Është absurde. Jemi në 2025-ën. Tani që ti kthehen kësaj, ku do shkojnë këta fëmijët e mi? Ku do dalin? Dhe fëmijët e gjithë këtyre banorëve këtu. Faleminderit për përgjigjet e sinqerta. Shumë faleminderit e juve. Edhe shpresojmë që të mos na ndëshkojnë shteti dhe institucionet për që po flasim lirshëm. Urojmë që na ndëshkuan, i bëjmë thirrje gjithë krajinës, e gjithë kombit shqiptar të na dalë në mbrojtje. Po s'na dalin në mbrojtje, do na mbroj Zoti pastaj. Po ne nuk trembemi, të drejtën tonë do ta mbrojmë. E kuptoj. Tani faleminderit. Si të quajnë bash? Mustafa Gjimara nga Radima dhe banoj në Orikun.
Shëndet, jetë shëndet. Sa Mua vjeç je? jo, këtu vetet e Selimi është në përdorim toka thot. Selimi kush është na i qartë? Selimi është këtu, ai edhe nuk të pranon as në zyrë, po të dera të rri. Administratori. Edhe Po e vetë ka keni muhabetin. zgjedhur ju atë, se kemi zgjedhur unë. E kanë zgjedhur ata poshtë, jo ne. Mirë, Dhe dakor. e ka muhabetin këtu. Unë tokën e kam në radhim, Po, e kam njësi. po. Dhe mua më është futur Fation Veizi, është i PD-s. Dhe e ka marrë që në 2013, mua më jam trajtuar në 91-shin edhe 92-shin. Të është fut në pronë? Edhe erdi, nguli Selvi atje unë i shkulla. Edhe erdi Selimi herën e parë, herën e dytë, është mbi vendosje to ka thot, Selimi. Dhe këta këtu rrinë kot, marrën parat kot, edhe i marrën nga ne. Dhe e ka muhabetin që këtu janë të gjithë, si që jam unë janë dhe këta, të gjithë. Dhe ndaj, nuk kemi as pushtetar, që të përgjigjet për popullin, po vetëm për të prishur, vetëm ajo. Sa pronat janë zënë, bab? Mua më zënë 1 hektar më zënë atje. 1 hektar? Ke ke me letra, apo e ke kam pronë vetëm gjyshi? 751, 7.501. Edhe atë ta morën më? Atë se kanë marrë akoma, po duke marrë, u e kam thuritur, edhe kam dhe një lop atje. Edhe si përfundim, është mi vendosje të Selimi. As të pranon në zyrë fare, po rrit e dera. Vetet e ka shea prapa ashtu, e s'te Selimi, thot. Që ata janë pasuruar me pronat tona. Kështu e kam problemin të gjithë këtu. E kuptoj. Dhe ndaj u përshëndes, Faleminderit. edhe të dilni të gjithë të flisni për pronat tuaja. Okej, faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Ne do flasim edhe me banorë tjerë. Këtu problemi është i madh, siç e shtrojnë banorët. Ata janë babaden, autokton në tokë tyre. Ata thonë se i kanë dhe tapit e vjetra, por asnjëherë shteti nuk i pasi pronar, nuk i pajisi me certifikat pronësie. Ndërkohë që sot, sipas banorëve, në pronat e gjyshërve tyre, shteti ka kompensuar të tjerë banor nga zonat të tjera të Shqipërisë. Këto dhe tjera do t'i sqarojmë në pjesën e dytë. Rikthehemi miq, ndodhe me banor të Orikumit, të Dukatit, të Radhimës, të Trajgjasit, kanë një problem të përbashkët, pronën. Sepse sipas tyre prona po tjetërsohet. Si e kemi? Po? Mbaj pa kafe? Jam banori i Orikumit nga Dukati. Tokën time në Dukat e ka marrë tjetëri, bashkë shetari. A ti ke probleme brenda për brenda e një? Nuk e dua u ato. Po? Kam pranuar respektimin e ligjit. Në qoftë se ai ka marrë tokën time atje, Po? mua mos më nxirr palestinez këtu në Dukat. Pra, tokën e babës tat e ka marrë Ka tjetri. marrë tjetri, Te kooperativisti. ti ke ardhur te toka e Dukatit. Po, kam qenë në bëmër, kanë qenë 6 familje këtu punojnë se. Kjo ka qenë një herë kënet shumica këtu. Po? Është hapur nga 65-a e deri në 90. 82-shin kanë mbaruar. Ju e keni tharë, domethënë. Kanë vdekur prindrit tanë, ata që kanë hapur kanalet me lopata këtu, e narqot që kanë ardhur. Ka qenë kënet, paguaje për kasht, për bagtit, paguaje lekët, në kooperativ apo në ndërmarrje, pra veje merre kashtën. E kuptoj. Tani, përderisa është ka qenë e zonës e Dukatit, pavarësisht se shpyll vetë punojësit e thanë, pse do nxjerr 600 familje në rrugë? Nëse këtu kryeministri, qeveria do ta jap me 1 euro, më mirë të marrë neve, të na zhduk si popull e t'ja jap pa euro fare. Gjysmë euro thotë, ja po 1 euro. Po ti e ke parë këtë që i referohesh kjo 1 euro? E ke pa diku? Po kryeministri me kohë. Që do jipet kjo tokë, a? Po Dhe e ke fjalën për investitor strategjik. Për investitor strategjik. Atë e dim. Investitorët po strategjik, gjitha pa leje janë në tokë. Të tjetër është ndarë me 7500 që janë bërë pallatet aty. Në mënyrë kontrband me të vjedhur. Tani pse s'më njeh mua? Çak na fut në të vrasë. Po ju vetë projekte keni parë, individ që qëndrojnë brapa këtyre, apo e keni thjesht dhe vetëm me dëgjuar? Se kjo duhet sqaruar.
Çfarë të dëgjuar? Pra, juve kush u ka futur në panik? Fakti që kanë dalë pronar të tjerë, apo ka edhe projekte për resorte në këto toka? Ka plot këtu emra që dalën në individ. Tek e tek, me vones dalën. Dhe ja jep investitorit tuaj, ja nëse mund të vi vetë, të gjitha. Politikanët gjithë. Pallatin që ka bërë Po i dhe thash Drisa pallatin. Liberishës. Pallatet janë të gjithë të tyre. E ka këtu, e ka Në bërë këtu. tokë të Kurse ndarë, ne me kemi ligjin tokë në përdorim. 7501. Me 7501. Tani, qofse Unë ta kam me marrë që ne, në 51 këtu. Burrin e kam patur Sarak, unë kam punuar këtu. Edhe këto tokat si shani kemi tharë, janë tharë. Edhe kur në 91-shin mbaroi, na la një vit në asistencë dhe në 93-shin na dhan tokë në përdorim. Tani tokën në përdorim ata e kanë zënë, kanë bërë pallate. Edhe ati ku jam unë, do të kaloj rruga thonë. Po mirë të më kombesoj mua ose të ma jap. Radhima e mori, Divjaka e mori në pronësi. Të gjitha vëndet që ishin në ndërmarrjet shtetërore e kanë marrë në pronësi. Pse të mos aminim dhe ne, si sa dhe shoku parafolës. Pastaj ai që është në Dukat, ai e ka në pronësi. Pse do ja prish ati? Ai e ka tokën e tij për shembull ai llogora. Pse do prish? Do jetoj ai? Kur a hoqën këtë toka në përdorim, të 7501, ju tha kush që po ju po ndodhte kjo punë? Paguam, kemi ato dokumenta, taksat që paguam. Janë bërë sekret ato, nuk kemi gjë. Janë bërë sekrete, a? me forma. Nuk thonë gjë, ata Kanë vinë bërë, dhe bëjnë. nuk kanë bërë një nga gjërat se kemi haruar ta Po. themi, nuk kanë bërë asnjë konsult publike me komunitetin siç e ka ligj. Dëgjes. Fare, Pra nuk u asnjë. ka mbledh asnjë kështu të Kanë faktën. mbledhur një 2-3 kështu në për cepa partisht, celula partie. Po, Edhe ka thënë gjoja që është kështu dëgjes publike, por ne si popull nuk dim gjë fare. Kanë ardhur të befasishme. me qartë. E kështu, në çfarë të themi? Ku do shkosh ti nën tani? Po të morën tokën. Unë kam shtëpinë, nga shtëpia nuk më lëviz dot ai mua, se unë shtëpinë e kam pat burrin ushtarak edhe kam marrë nga ai, nuk e kam ndërtuar. E kupton se kam ndërtuar të ajo tokë. Tokën e kam në një vend tjetër që më dhan. Pra tokën do ta marrin thu për shtëpisë pa Ata marrë. dhe marrin, domethënë pa Do marrin pyetur dhe si shtëpit sa. ata, po nuk i kanë pjesë. Shtëpi si në të keqen ai, në kushdo fama. qoftë se shtëpinë kam 50 vjetun. Se po i prish mes Tiranës pallatet e vjetra, i kanë nxjerr ligj tani që pallati i vjetër kur duan ata prishet Atë edhe kam me çefet kat të pronësie, po kompensohet, të i shiqefja ja. kompensohet pa atyre bëj pallat. banorëve, po problemi është që ka ndodhur shpesh në gjendje faktike që kur i është prishur, ka vaj të marrë tek pallati i ri, ai banorit i pallatit E, vjetër i ka pasu po, thënë e nuk bëjnë, keti këtu ose se ta E shesin kuptoj, dy herë e pallat. qartë. Pallatet janë bërë të gjitha jashtëligjshme, po ta marrësh për mua. Për mua janë të gjithë të jashtëligjshme, në tokë tjetri. Po ai kanë marrë tapit ato Ska pallate. pronar, ska Jo, është pronar. tokë në përdorim, Është, more, është tokë në Por e përdorim. pallatet a janë bërë të legalizuar. Pallatet janë dikush bërë, mund të ketë legalizuar me lega, me Jo, si është ta shpjegoj unë. Po, Ju kanë marrë banorëve Me u bërë që kur ishte para qa bari atëri me emër që dha tokat i hipotekoj tokat me. gjithë ata i kanë Po bërë. ata aje i hipotekoj tokat e rikomi që i bënë Është pallate. pothuajse si në gjithin e Ajo që- lart, po e di. që- po, që- po, e kam dëgjuar si histori. Është punuar fshetas për ndarje për tokat edhe fshetas është qenë fillim që i Është kanë ideja falsifikuar këtu- dokumentat. Ore ju vetë keni akses për të parë situatën e pronës tuaj Kush të qas? në hipotekë, në Josdenia, në Po se ka sigurt, nuk futesh dot. Nuk futesh do. Që të dera të trajtojnë si Pra ju gjithçka e keni me dëgjuar ose me ndonjë mik, me Jo, ne ndonjë kemi burim? parë certifikatat që kanë dhënë këta, kanë dhënë certifikatat që S'është kullim. do tjetri. A kanë dalë që i keni parë pra. Këre ishtë certifikarve. Është ka qenë Në bëri një se normale grumbullimi e ka qenë plot, ka punuar shteti. Normalisht do i punsonte Punëtor. njerëzit, sepse njerëzit ishin Nuk ka qenë shtet Bardha, ka qenë Musa. Të lutem. po flas për kohën mbas 50. Po, mbas e Po vërtetës. flas për kohën para 50. Ja, mirë, ne na intereson kujt është pronësia para 50 se si sistemi i diktaturës bënte çfarë donte. Tani juve duhet të kërkoni të drejtën e pronës që ju dhanë në 93-shin me 7501. Faleminderit. Të po Faleminderit. e bëja sqarimin, pra që banorëve që kanë marrë me 7501 në përdorim, nuk ju është njohur fare, i kanë eliminuar nga e drejta pronësore, duke mos i njohur dhe çka ka ndodhur, kanë bërë pallate në prona që këta banorë s'kanë marrë asgjë. Tani pallatet mirë bëjnë që u bën, le të bëjnë, problemi është ti nuk mund t'i trajtosh banorët si inekzistent. Këto toka kanë qenë kënetore, këta banori kanë hapur me krahët e E tyre. kam shumë qartë, Më kupton? shumë Dhe qartë. e tjetra është që o jep ju pronën e vjetër ose jep ler ju këtë, sepse ka njerëz që thonë po ju kërkoni 7501. Ore zotri, unë konkretisht kam dhe me 7501 në përdorim, kam dhe 750 hektar aty në Karaburun të fisit tim të vjetër. S'më ka dhënë asnjërin dhe kështu janë shumë Pra, banorë. as atë, As atë, as këta. këtë. Po vjen oligarku e merr. Pra ky është problemi themelor që na një pronat
o me të vjetrën, o me të rënës, edhe me të vjetrën po na i njoh, edhe këtyre orikumasve kemi deklaruar do t'u japim ne, edhe si kur, për shembull. Po ai s'na njeh asnjërin. Se flas orikumasit nga që janë të ardhur mbas viteve 50. E kuptoj, e qartë. Banor janë ata, nuk quhen me të ardhur. Orikumasit pas viteve 50 e ndërtuan orikumin. Po, shumë e saktë. Nuk është ashtu. Dukati ishte atje lart, mbi. Bardha, nuk po them gjë të kundër, të lutem tani, se nuk kemi. Jo të jemi real. Po të them që janë banor të krajinës orikumasit, nuk diskutohet ai mohabet. Po them që o shteti o t'na jap, sepse po na nxjerr, të thash rastin tim dhe si unë janë me qindra, e kupton? O na jep me të vjetrën që kemi qenë pronar me të gjitha letrat e kushtet e gjitha, o na jep të rënë, mos na lër thuash ti se ekziston edhe do vi oligarku, më kupton? Se po bëjnë këtë lojën e ndyrë që çfarë doni ju me 7501-shin. Po mirë pra na jep të vjetrën. As të vjetrën as këtë. Nuk ka pse na ndan fare kështu, jo 7501, ore ne jemi banor. Tokat siç i kemi duhet na i lër atje dhe të mos bëj xhibla fare. Ndërtesat siç i kemi të mos na trajtojnë neve sikur jemi e ke ndërtuar pa leje. Po mirë më vëlla, është aseti i popullit shqiptar ky. Si e prish këti? A është kaq e pasur Shqipëria që ti prishësh siç prish atje në thet 25 milion euro kapital? Kaq e pasur është kjo Shqipëri? Për atë të një gjoja ekologjia apo prish dhe kur vjen puna pastaj shikojmë që ndërtohen resorte totalisht anti-ekologjike si ajo aty në Palas, që i ndërtojnë, domethënë komplet shkatrim i ekologjisë. Përdoret ekologjia dhe ruajtja mjedisore gjoja si pretekst për të zhbër banorët nga drejta e tyre pronësore dhe pastaj vend ndërtojnë oligarkët resorte që janë komplet shkatrim për ekologjinë. Pra të mos përdoret kjo lloj e ndyrë, sepse po tallen në një popull të gjithë. Faleminderit. Kush e do fjalën? Si quajnë zot? Mari me Merkaj. Po? Faleminderit që na jepni të drejtën e fjalës ju se gjikundi s'po gjejmë dot asgjë. Unë jam një nga pjesëtarët e ndërmarrjes në Borinia, që kemi qenë 650 punëtor, sipas ligjit morëm dhe ne pronë të themi në përdorim. Një ditë shkoj në Vlorë, thash, na kërkojnë ca dokumenta, jo ndej po këtej dhe vete atje, i them një zonjë atje, të lutem më shikoj çik këtë kuadratin ku më bie të kadastrës, se duhet të bëj ca dokumenta sipas interesit tim. Më thot, zonjë, ti vetëm 200 metra ke të lirë, tjetrën e ke të mbi vendosur. Kushe, nuk kam të drejtë të jap asnjë shpjegim. Aty e morë vesh që të kishin mbi vendos një tjetër? Po, aty e kam marrë. Nuk të lutem nuk mundem kaq. Tani si bëhet kjo punë? Pronë e babait me 7501 ja dhan fshatarit atje ku isha unë, nga jam nga fshati. Tani ne të dalim të pa pronë edhe atje dhe këtu, kjo është një vrasje për ne. Jemi shumë të indinjuar, s'kam se të na përdorin kështu, të na zhvlerësojnë në këtë mënyrë. Ne nuk do ta lëshojmë tokën. Me çfarë do çmimi? Se në 2010-ën na ka rau Renea, na ka bërë që maman e kësaj zonjës këtu e kanë lënë 2 orë pa ndjenja. Erdhi infermierja, i dha të ndihmën atje, nuk e marrim dot, e kanë bërë që ç'a të them. Pse dhe në 2010-ën për të njëjta toka Për të njëjta toka, po, për të njëjta toka. Sa atëherë u fol për Karaburunin. Po, jam mbaj ata afër, po se... Fillim nisi nga orikumi. Jo, mbaj. Nga banorët e orikumit, nisi, do me thënë këta që me 7501-shin përdorim, se filluan abuzimet atëre, pastaj vazhdoi problemi Dukatit. Po që krajina jonë nuk ka rëndësi. Pra ju keni qenë gjithmonë në fokusin e të tjerëve që kanë pas qëllime ndaj. Ne si krajinë, edhe të gjithë të tjerët që mund të vinë dhe nga ndonjë fshat kufitar me krajinën tonë, kemi qenë fshatarësi e lirë malore në kohën e Osmanëve dhe më përpara. Dhe si fshatarësi e lirë malore kemi qenë popull i lirë dhe me autonomi nga perandoria Osmanëve. Do me thënë jo me pavarësi, por me autonomi. Pra ka diu Osman nuk futej në fshatrat tona, ne gjykonin vetë. Si punë e Imarës. Po patjetër, pjesë e Imarës kemi qenë, po jo Imarës si Imar, kështu siç e kanë katandisur këta tani. Në qartë. Imar quhej gjithë Labëria atëre. E kuptoj. Dhe ne kemi qenë fshatarësi e lirë malore dhe absolutisht nuk ka pasur bej këtu te ne. Bej kanë qenë vetëm ata djem trima që ju avinte titullin populli, i thosh o bej në kuptimin kështu me për lavdërim.
po nuk ka pas bejler të tipit administrativ të vendosur nga perandoria që të sundonin mbi popullatën se çka ndodh në zonat tjera. Po sot? Se nuk mbante krajina jon bej. Po sot çfarë po ndodh? Dhe tani do me thënë këta na kanë sjellë çifligarët e Shqipërisë matan ande Shqipërisë së mesme dhe po na trajtojnë neve sikur ne jemi një popull i nështruar. Ata bejlerët edhe ata ish çifligarët mos harrojnë që ky popull s'mban bej mbi krye. Të mos ngatrohet me krajinën tonë, po kanë mundësi që të mos na fusin në përbejlera më të mëdha. Faleminderit. Kush do fjalën? Babet pa shumë të irrituar çfarë? Të pa shumë të indinjuar. Ja, po flas, unë jam qytetar dervishja i advokati. Jam lere rritur në Orikum këtu. Tokat i kam patur, i pas të thënave dhe toka me të gjetura me dokumenta. I thonë dhe liti shenë dukat, unë s'kam marrë si metro, se i morim dhe të mi, unë dalë në bazë të reformës. Po? Po pramë në radhim, tokat e mam në nëstime, që i kam pituar dhe me gjyq. Shkojnë një hipotek, thotë ke shumë ca lek do m'ja për mua. Kush të thakë shumë? Po to mërë vla, ato që janë atje. Se e ka lëshuar gojën, Po lëshuar gojën, i ka po ca lek do, po duhet 2.000 euro. Po ju këtem këtyre 11.000, po atë mbledhëm 2.000 euro se i do ajo. Ja po nuk paguajmë lekën tokën time, thot ai, tjetri. Se tokë që më vëllëtëri bërla, se kështu e ndau tokën ai. Edhe atje edhe harin njëri tjetër britin me vëllëtër, pa kushpitoj le spitoj. Unë jam lere rritur këtu. Pra ti s'de lekët ngele pa Po ngela pa tokë, pa letra. asnjë gjë fare, nga 2 kratë, dhe nga mamaja dhe nga babaj. Marrte toka këtu tek gruaja, ka punuar gruaja në plutore, si gjithë shoqet e tjera. Kjo në përdorim. Po, rasti mori 200 metro. Edhe me ato 200 metro hajde se hallosemi. Ja kam në njëri që bën një kash pizua bisnetin, i marrë një çik të vogël, i marrë një baqet për vetë dhe një kafe shtëpi, se s'm del rroga. Tash çfarë do bëjmë nashi? Këtu nuk është ai erdhi këtu dhe pyeti, se po ti ishte për mua, thas me këtë. Ky Veleri që ka dalë. Po? Ku ka qenë 30 vjeç, ore, unë çfarë filluat të ndërtojnë diçka, të vistosh, ore, zoti. Kjo tokë është me zot, shumë e kam unë. Këtu tani nga kujtojnë këta tash, kujtojnë tash që o bura u jep ai kryeministri, kush u jep tjetri, që u jep, edhe o bura vin para ti vëm të popull para le të vdesin, le të ikin. Kush është shtu më se si Beler e gjova, po kush? Emrat a i dim këtyre? Po kush jetë kush? Po toptarët ai. Nga Bamir Topja, ku dim nga nga Kavaja, ku merret të shoh. Se s'ka asnjë nga këtu, a marrin nga Dukati nga radhime nga Dukati, le ta ketë hallat ta ketë, po këtu s'ka asnjë. Pra nga Shqipëria mesme kanë ardhur kanë marrë tokat e Dukatit. Ne kemi asnjë këtu nga Dukati, to të stokajmë këtu. Se ne këtu ka qenë musafrat, s'kaloj dot, këtu nuk kaloj dot, ai që s'linë njëri, që tek po të bogu aty s'kaloj dot në konën e Verit. Se ka qenë zonë ushtarake. Zonë ushtarake, thoshte ai tentim arratitje thosh. A kuptoj. Dhe te posto bogu këtu, ton që nga posto bogu atje pa Sheriman, do vi një italian thotë, ka mani italian. Që italiani kënetën aty, rrugën aty të bëj resort. Pra, këtu janë të Shqipërisë mesme, atje vjen italiani. Italiani s'ka bëj kombinim ngjyrash. Sa marrë se Meloni u fut me Ramën edhe iku me Ora pastaj. Ka që ta kam për të thënë. Faleminderit. Ti çfarë do bësh? U ta bëj me kokë pas me shokët, në luftë. Në luftë? Po në luftë çka ku do vetëm. Po ke mosh për luftë apo? Ne kam. Da me dhëmu, pa. Faleminderit, më falën. Kush do të flasi? Jeni të lirë. Ha, se je i ri. Si thot kryeministri. Të rinë thot ktheuni, investoni në Shqipëri thot. A e ke dëgjuar? Po kam dëgjuar. Qa do i jipeti, qa do i thoje kryeministrit? Kryeministri duhet të them që e ka thënë dhe vetë një gazetar i njohur si Blendi Fevziu që janë bizneset familjare që e mbajnë këtë vend edhe që kënaqet turisti që vjen edhe komenton edhe sillet mirë edhe çdo turist gjerman, europian në të gjitha vendet e botës vijnë nga që kënaqen përveç bukurive tona natyrale, vijnë edhe për shkak se është shërbimi, janë njerëzit të mirë, i konsiderojnë jo si në të gjitha vendet e botës. Ti vetë me çfarë merresh? Ne kemi bujtinë edhe restorant në zonën e Llogarajit. Sa veta ke punësuar? Jemi familja jonë dhe kemi edhe 4 punëtorë në zonë. 4 punonjës. Po. Dhe ti conohesh direkt? Biznes familjari jemi 17 vite në Llogora edhe na prishin të drejtën tonë. Se edhe ju prekeni nga ky projekt? Po, të gjithë. Kur ka ardhur ky lajm? Kur ju? Në Korrik. Në kulmin e punës ju erdhi lajmi? Në kulmin e punës. U erdhi mandata? Neve na erdhën 4 zotërinj për një javë na erdhën 2 herë. Na thanë që shikoni çmontoni çatë mundeni se do ju aprishin. Sa kohë keni aty që u shtroni këtu? 17 vjet. 17. Po.
Për ju që jeni me të, po kur të prishet, që të bësh? Do mundohemi. Ne jemi 4 familjar, duhet të mundohemi që të nxjerrim bukën për të shtyrë para. Unë jam në universitet, vllai është i vogël, të gjithë mësojnë, të gjithë duan një ilaç të mbijetojnë ose të jetojnë sa më mirë. Si mendon se dalin këto? Cili do që ka ndërtuar agriturizëm, cili do që ka hap derën e një shtëpie të vjetër në fshat, edhe në zona ku është shumë vështirë të shkosh, ja ka parë hajrin familjarisht edhe bashkë me të tjerë aty. Në të gjithë Shqipërinë është kjo mundësi për t'i dhënë një shtys më shumë turizmin malor. Ne jemi faktori kryesor, bizneset në Llogora, që Llogora nuk është shuar akoma. Pse do thuash ti? Në tërë ato flak që janë bërë në Llogora, janë mi 15 familje që vemi direkt në grup të zjarrit. Neve në Korrik, në u vu zjarri në qendër të pyllit për 15 minuta mblodhen 15 familje edhe shuan për 20 minuta. Para se vinte zjarri fikse, e kam dhe me video që u shua zjarri. Dhe kur u vajti zjarri Karaburunit, ne vajtëm me forcat ushtarake që e pritëm në Llogora. Dhe ju e keni ruajtur ashtu siç është i gjelbër. Llogora është mushkreja e jugut të Shqipërisë. Të futesh në Llogora janë hektar me pemë qindra vjeçar. Nëse shkatruhet Llogora, i shkatruhet tërë ekosistemi tërë jugut të Shqipërisë. Çfarë do i thoje kryeministri po ta kishe kaq afër? Çfarë duhet të bëj realisht që të mos ju çojë juve në konflikt? Duhet të na lëri, të na ndihmojë për këto prona që kemi, jo të na i prishi, të na jepi legalizimet, si mund ta mendoj zoti kryeministri që ta çojë turizmin para. Tema këtu është toka që do të zhvillosh dhe për cilën ligji 7501 nuk të shkon, ose s'të ka shkuar për 30 vite, dhe për të cilën ke një plan investimi. Ky është thelbi i paketës male. Dhe sa turist dhe sa vizitor do të sjellë deri atje që do të konsumojnë atje dhe rrugës, në çdo maj mali. Se tani e kemi parë, nuk është diçka që thjesht e imagjinojmë. Po pra, jipi një përgjigje sa i thotë të vinë të rinjt të investojnë në Shqipëri, të vinë të rinj të zhvillojnë Shqipërinë. Po ku të vinë të rinj? Ku të vinë të rinj? Ku të vinë të rinj to zotëri? Unë jam vit për vit Shqipëria vazhdon që të ketë sa më shumë turista, sepse kënaqen me shërbimin edhe nga që mikpritjen e çdo njeri se e ka në gjak çdo shqiptar që mikun e mikpret. Kështu që nëse neve na zhduk, zbesoj se do ketë më mikpritje edhe zbesoj të ketë turizëm të njëjtë Shqipëria. Shumë faleminderit për sinqeritetin. Jo, shumë faleminderit ju. Faleminderit. Po, të flasë zotëria që ç'kem me të. Unë jam Avni, indu e banduar në Rikum. Mbaj pa kafe. Gjatë gjithë kësaj kohë unë jam mbi 70 vjeç sot. Edhe 100. Kanë lindur në këtë vend dhe prindër mi, se me origjinë jam çam, po lere në këtë vend dhe prindër mi kanë 146 këtu. Kanë ndonjë kasollë si gjithë tjerët. Mbas asaj tragjedie. Po, gjithandej u vendosëm këtu dhe këtu kanë lënë kockat prindër mi xhaxhallë gjithë, si fis jemi ne. Me ndërmarrje kemi punuar shpillzuar të gjithë këto toka si gjithë të tjerët. Erdhi reforma tani në 91-shin, na dhanë tokën si gjithë tjerët. Dikush e mori këtu, dikush e mori më andej, sipas vendit. Dhe në zonën tonë ku jemi ne, unë jam pak më tutje poshtë urës sipas asaj. Na dalin ca pronar mi me metalemi që janë ta. Ata si janë vendalidhe, ata? Ata janë nga Tragjasi. Shumë fisin asaj që kanë reale. Ata e kanë nga Tragjas, të bakojnë dhe të se janë lidhur me qeverinë lartë që bëjnë dokumenta falso dhe asinojnë për marrë tokat. Kanë pasur një kërkojnë 10. I shtojnë zero nga mbrapa dhe s'kan patur fare tokë, tu kanë parë diku. Ju veti keni denoncuar në prokurori, gjykatë? Po çdo denoncosh. Po aty kush të përfill, asnjë s'përfill, si ne jemi qenie që nuk ekzistojnë fare. Ku mund prokurori s'përfillin prokurori po çfarë? Po sotore. Vetëm marr një dokument në atje dhe se merr dot. Po s'pagovë lek. Po ç'mund marrë një pensionist me një pension 200.000 lekë maksimumi dhe ku do del që të kalosh në gjitha ato rrugë.
Prandaj kjo punë është aq sa e lehtë, po aq e vështirë për neve. Kurse për ata andej qeverinë lart e kanë hallën zgjitur ata. Paguajnë lekra si e kanë, i fulosin me firmosi vetë dokumentat e tyre, kurse ne si popull ngelim aty ku ishim. Pra ti zhvishesh nga prona, a? Nga gjitha, unë kam bërë dhe shtëpi, dhe djemve u kam bërë një shtëpi, që jetojnë me familje e tyre, dhe ajo do vi një kohë që edhe ajo do iki. Sa ai po erdhi atje, më hoqi tokën, do me ki dhe shpinë. Gjithë mundje desa i me familjet mi, ajo është pjeshtë. Plus tokën e kemi mbjellë me pemë nga gjitha lloje pemëve. Fëmijët janë këtu apo janë jashtë? Këtu i kanë fëmijët dy. I ke mbajt këtu? Një 46 vjeç, një 43 vjeç. Është heroizëm të mbash fëmijët në Shqipëri, prandaj pyes. Se ne që po qëndrojmë pas sulmanit tani, ne që kemi rezistuar, duan të na zhdukin dhe neve. Këtu i mbaj fëmijët, punojnë këtu, jetojnë këtu si gjithë tjerët. Dhe kush këtu ka mundësi të punosh e të jetosh shumë mirë, po në salën të tjerë që të punojnë këtu. Kjo është arsye e këtij vendi këtu. Prandaj kohet shpërpullohet çdo brez elektrike, se ne moshatara kush ta merren punë ti ikim jashtë, pa sikur të kish mos ta merrin edhe do ikim. Shumë e trisht. Faleminderit. Faleminderit. E kemi ardhur në fund fare të emisionit, u thanë shumë gjëra. Hapi fundit i kuvendit për t'ja bërë ditur kryeministrit letimi para lajmërimi fundit, për të mos shkuar në konflikt. Në radhë parë, më falë, do bëj një hapje klapër duket ndoshta si e pa rëndësishme, po i kërkoj falje ndoshta publikut që na shikon flasim me syze e diellit, se në etikën e krajinës tonë nuk flitet me syze, për respekt, po jemi përballë diellit forte dhe prandaj qëndrojmë me syze. Kështu që ndjes për këtë. Pastaj tjetra është që, siç e tha dhe bashkëkrajinoria jon zonja aty, kryeministri erdhi në 2013 dhe tha që ne këto prona do t'ju japim banorëve, ta siç u takojnë. Realisht do me thënë do njohim. E ka thënë? Po e ka thënë, kanë qenë të gjithë banorët. Ne do t'i kthejmë popullit shqiptar ato prona që janë marrë pa drejt. Do t'i kthejmë popullit shqiptar ato prona, sidomos në Bregdet, që janë marrë pa qenë kur kërkush pronar. Do t'i kthejmë popullit shqiptar ato prona për cilat njëherë janë paguar para arsit dhe nuk mundet tani të marrin dhe pronën pasi janë paguar njëherë nga shteti, njëherë një kohë. Janë pushtetarë që janë atje për të na përfaqësuar neve, për të na qeverisur neve dhe për të zbatuar ligjin e të mirë të këtij populli. Këta për shembull të Vlorës kanë qenë me ju ndonjëherë? Bashkia Vlorë? Me ne s'ka qenë absolutisht asnjë lloj institucioni. Pra as Këshilli Bashkiak, as bashkia? Absolutisht asnjë. Në asnjë kohë, në asnjë periudhë? Asnjëherë, vetëm kanë qenë me ne vetëm kur fusin agjentë sabotues të organizimit komunitar, i fusin gjejnë nga këta që janë të dobët për të prishur organizimin komunitar. Për të përçarë, për të na përçarë, po, bëjnë shumë punë të madhe, masive. Mos e përzini këtë popull duke i prishur bizneset e mesme dhe të vogla që janë të gjitha këto që kemi ne që duan të prishin ata janë bizneset të mesme dhe të vogla. Janë bizneset ngritura me djers në 10 vite, me gjakun e vet atyre që i kanë ngritur, jo me gjakun e tjerëve, me djers, me sakrifica të mëdha, e kemi mbajtur gjallë këtë krajinë dhe jemi bërë ne urë që turistët e huaj të vinë dhe të gjejnë këtu diçka që ju shërbehet e ju serviret, dhe këta turistë nuk duan biznese oligarkike, resorte të mëdha të ftohta. Ta duan shpirt në radhë parë, dhe shpirtin siç u jep komuniteti dhe biznesi familjar, nuk u jep dot asnjë oligark. Duke na prishur biznese, duke na prishur banesa, duke na zaptuar tokat, duke na mohuar të drejtën tonë si banor dhe si komunitet, ai na largon neve, nuk na afron. Ai na i bën jetën të vështirë, na i bën skëter, dhe nëse pastaj ka plane të tilla të bëj si doj, po ne mendojmë që ai është kryeministri jon dhe duhet të mendoj për të mirën tonë. Dhe prandaj i bëjmë thirrje që o të vi vet, po të vi duke na i marr parasysh kërkesat, jo të vi për spektakël. Qofse ai apo cili do institucion na detyrojnë që ne të mbrojmë territorin tonë, ne do ta mbrojmë me çka kemi mundësi. Pastaj, nëse me forcën e dhunës ekstreme të shtetit ai na shtyp, na shfaros në mënyrë fashiste, s'ka problem. Ka ndodhur prapë në këtë vend kjo. Po e drejta është me ne. Dhe kryeministri, nëse do që të ngelet i përjetshëm edhe të ngelet i vlerësuar përjetësisht nga kjo krajinë, të vit na marr parasysh të drejtën edhe e kemi ne në respekt të përhershëm. Faleminderit. Të nderuar miq,
Këto ishin vetëm disa nga zërat e banorëve të kësaj krahine: Dukat, Tragjas, Orikum, Radhim. Hallet e tyre janë shumë. Ne e kemi prekur vetëm hallin e pronës, sepse na rezulton që pikrisht ky problem themelor mund të çojë nesër në një konflikt që fillimi i dihet e fundi nuk i dihet. Ky është emisioni i Fol Miq nga Orikumi i Vlorës. Emisioni i ardhshëm do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, në zona të bukura. E gjithë Shqipëria është e bukur, ka njerëz punëtor, njerëz që duan atë dheun, nuk duan të ikin, nuk duan të largohen, por hallet dhe problemet, artificat e krijuara po i dëbojnë shqiptarët nga Shqipëria. Kalofshi sa më mirë.